Soda e bukës mund t'ju shpëtojë jetën, trajton këto probleme për moshat mbi 30 vjeç. Soda e bukës është një substancë e fuqishme që ka një përdorim shumë të gjerë në çdo aspekt të jetës sonë të përditshme. Ajo mund të përdoret në gatime, në pastrim, për heqjen e njollave, zbardhjen e rrobave, por edhe si një produkt i mirë i bukurisë. Ja disa nga përdorimet fantastike të sodës së bukës sipas Eltisajt, të cilat do të bëjnë ndryshimin në jetën tuaj të përditshme. Soda e bukës është një alternativë e çmuar sidomos edhe kundër djersitjes së tepërt. Për të dhënë rezultate në këtë aspekt do të jetë një mundësi e shkëlqyer në përdorimin e saj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Soda e bukës mund të përdoret si deodorant i freskët kundër djersitjes. Mund të përzieni 4 lugë gjethe sodë buke, 4 pika nga vaji juaj esencial i preferuar. Më pas, me pastën e krijuar, lyeni zonën ku djersiteni. Dhe gjithashtu ajo do të ndihmojë në largimin e erës së keqe të djersës dhe mbi të gjitha edhe në përmirësimin e gjendjes suaj. Aplikimi i sodës së bukës në këtë formë do ju ndihmojë kundër djersitjeve të tepërta. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë në largimin e aromave të këqija. Hidhni një filxhan sodë buke në vaskën tuaj dhe bëni banjo përgjithësore. Në këtë mënyrë, do të pastroheni nga bakteriet dhe acidet të ndryshme që shkaktojnë aroma të këqija të trupit. Për një lëkurë më të bukur, mund të bëni një banjo 1 herë ose 2 herë në javë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike me përdorimin e sodës së bukës. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë për të pasur lëkurën tuaj më të butë. Hidhni pak sodë buke në shampon tuaj dhe masazhoni duart dhe këmbët. Më pas, qëndroni ashtu dhe e lani atë me ujë të bollshëm. Do të zbuloni se sa e butë do të jetë lëkura juaj dhe gjithashtu sa më e shëndritshme do të jetë ajo. Nëse doni thonjë të shëndetshëm, përdoreni sodën e bukës. Mund të përzieni 3 lugë gjethe sodë buke me 1 lugë gjethe me ujë dhe më pas, pastën ta vendosni mbi thonjë dhe ta mbani ashtu për disa minuta. Më pas, i shplani duart me ujë të bollshëm. Kjo do të ndihmojë në përmirësimin e strukturës të thonjëve tuaj dhe gjithashtu do i bëjë ato që të jenë edhe më të shëndetshëm. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë për freskimin e gojës suaj. Hidhni 1 lugë çaji sodë buke në 1 gotë me ujë. Pasi soda të shkrijë, bëni gargar për të hequr kështu bakteriet, të cilat mund të kenë kapluar shëndetin tuaj të gojës. Gargaren mund ta bëni çdo ditë dhe rezultatet që do të keni do të jenë fantastik gjithashtu edhe për dukjen tuaj të dhëmbëve. Soda e bukës, nëse përzihet me ujë të oksigjenuar, do të përfitojë një masë e cila mund të ndihmojë në pastrimin rrënjësor të dhëmbëve tuaj. Rezultatet që do të keni në këtë aspekt do të jenë dhëmbë më të shëndetshëm dhe gjithashtu më të shëndritshëm. Përdorimi i sodës së bukës në përditshmërinë tuaj sigurisht që do t'jap alternativa nga më të ndryshmet. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu për të pastruar lavamanin. Shërben si një pastrues tepër i dobishëm për pastrimin e pavastërtive nga lavamani. Hidhni pak sodë buke në lavaman dhe më pas e fërkoni atë me një sfungjer. Mund të shtoni gjithashtu edhe lëngun e limonit. Të gjithë të tjerat mund të rekomandoj në sodën e bukës si një pastrues për tubacionet e kuzhinës. Kështu do të keni më pak aroma të këqija dhe gjithashtu një lavaman më i pastër. Përdorimi i tillë mund të largojë edhe papastërtitë e yndyrës. Gjithashtu soda e bukës mund të aplikohet si një produkt i pastrimit. Soda e bukës është një zgjidhje shumë efektive për heqjen e mbetjeve dhe pesticideve, sidomos nga fruta dhe perimet. Gjithçka që duhet të bëni në këto raste është të shtoni disa lugë me sodë buke në lavaman me ujë dhe më pas i lani produktet. Kështu do të keni arritur të merrni rezultate fantastike edhe në dukjen e tyre. Soda e bukës është një nga alternativat më të mira edhe në largimin e aromave të këqija nga frigoriferi. Soda e bukës është një deodorant shumë i zakonshëm. Mund të vendoset një pako e hapur me sodë buke në frigoriferin tuaj ose edhe në pjesët ku ka myk. Ajo do të thithë plotësisht lagështinë dhe do të ndihmojë gjithashtu që të jetë edhe më e freskët. Soda e bukës mund të përdoret për të rifreskuar peshqirët. Vendosni deodorant
të sodës së bukës që mund të funksionojë më mirë edhe për thithjen e aromave siç janë edhe ato të peshqirëve. Nëse keni nevojë të freskoni peshqirët, mund të vendosni gjysmë filxhani në lavatriçe së bashku me sodën e bukës dhe kështu do të largoni edhe aromat e këqija të tyre. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë edhe në pastrimin e bizhuterive. Nëse keni bizhuteri të argjendit, mund t'i lani ato me sodë buke me ujë të nxehtë. Më pas i pastroni mirë me një leckë të butë. Do të largoni gjithashtu më lehtë edhe njollat nga tapeti juaj me përdorimin e sodës së bukës. Nëse keni njolla në tapetin tuaj, mund të largoni ato me përdorimin e kësaj recete. Mund të shtoni edhe pak uthull në kombinim me sodën e bukës, më pas të pastroni me fshes me korrent tapetin tuaj. Kështu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike edhe në largimin e papastërtive të forta. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë në largimin e erës së keqe nga goja. Kjo zgjidhje është e thjeshtë dhe gjithashtu funksionon vërtet në këtë aspekt. Nëse fryma juaj ka një erë të keqe, të qepës ose të hudhrës, ose edhe një kombinimi të dyjave, gjithçka që duhet të bëni është të hidhni një lugë çaji sodë buke me një gjysmë gote uji. Bëni gargare me të dhe soda e bukës do të neutralizojë të gjitha aromat e këqija të tyre. Kështu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në largimin e erës së keqe të gojës. Soda e bukës mund të përdoret si një pastrues për furçën ose për krërin tuaj, dhe rezultatet që do të merrni në këtë aspekt do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të rëndësishme. Për të larguar qimet nga furça ose nga krëri, mund të zhytni atë në një përzierje me sodë buke, në shampo dhe ujë. I shplani ato me ujë të ngrohtë dhe i lini të qëndrojnë së bashku për 30 deri në 60 minuta. Kështu rezultatet e sodës së bukës do të jenë fantastike edhe për mbrojtjen e cilësisë së juaj. Soda e bukës ka vlera të mira elementare të cilat mund të përdoren edhe përtej kuzhinës. Në shtëpi, në ushqim ose në përdorimet farmaceutike, ky produkt është vërtet efektiv për të përmbushur nevojat tuaja specifike. Për më tepër, ajo nuk përmban alergjen ose konservues dhe mund të konsumohet rregullisht edhe për të kujdesur më mirë për shëndetin tuaj të trupit. Gjithashtu, në të kaluarën ky produkt thjesht përdoret si maja për përgatitje të ndryshme të kuzhinës, por sot, soda e bukës lehtëson disa probleme shëndetësore të cilat rrisin edhe kapitalin e bukurisë, sidomos te ata persona të cilët i konsumojnë ato rregullisht. Përfitimet e sodës së bukës janë vërtet të larmishme. Soda e bukës është një nga alternativat më të çmuara për të dhënë rezultate fantastike në çdo aspekt. Ajo mund të zbusë komplikacione dhe gjithashtu të sjellë rezultate të mira në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ndaj dhe ekspertët këshillojnë përdorimin e sodës së bukës, sidomos në këto raste. Soda e bukës mund të largojë gjithashtu problemet e halitozës. Shumë njerëz përdorin çdo ditë zgjidhje natyrale për ta mbajtur frymën e tyre më të freskët. Ndër mjetet ekonomike që disa kanë adoptuar, gjejmë gjithashtu edhe përdorimin e sodës së bukës, e cila do të japë rezultate fantastike në këtë aspekt dhe gjithashtu mund të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen tuaj. Ajo mund të largojë erën e keqe të gojës dhe gjithashtu të përmirësojë higjienën tuaj orale. Përdorimet të tilla të sodës së bukës do të jenë fantastik edhe te personat mbas moshës 30 vjeçare. Nëse doni të përmirësoni kështu higjienën tuaj, sidomos mbas kësaj moshe, duhet të përdorni sodën e bukës në mënyrë të rregullt. Çdo mbrëmje kur shkoni në shtëpi nga lodhja e tepërt e punës, mund të përdorni sodën e bukës si një zgjidhje natyrale për të larguar erën e keqe të djersës të këmbëve, të djersës së trupit, gjithashtu edhe papastërtive që i kanosen organizmit tuaj. Përdorime të tilla duke hedhur vazhdimisht sodën e bukës në vask dhe larjen e trupit ose të këmbëve me këtë përbërje do të japin rezultate të shkëlqyera në largimin e papastërtive dhe erën e keqe të trupit, sidomos tek mosha aktive që është në punë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.